për neve dhe për qytetin. Unë edhe në atë kohë këmë deklarua njëjtë. Në më thonë, unë pjesën e pare këmë qyrë, pjesën e dytë, ju më hinë të lojtartë, këna full, asë nuk u full për me lëshu loj, asë një fjallë. Në më thonë edhe e këna morë dënimin. Unë mendoj që dënimi u konë shumë i shpejt, po dhe vendimi shumë i shpejt, në më thonë, s'po di që ka me thonë, në pyetje na marë, në më thonë, na kanë thirë, në pyetje na kanë marë, Shu ka marë pyetje? Policia. Po, na kanë marë, në pyetje, lojtarët i kanë marë, mu më kanë marë, na kanë marë, në më thonë... Në këtë akuzë? Jo, s'di, s'ka përfundu Landa, na jem të prit, edhe unë jem të prit, lojtarëve dënimi u ka hjek, lojtarët dënum ka një vjetë. Sa lojtarë? 3. Me mu dhe me thonë vazhdan, dënimi s'mu ka hjek, edhe kumë në bisedime edhe krejt, shpresoj... Qëton, nëse më lejon, me të ndimu. Po. Te te, sa kam informuar, apo që ka qenë vendimet e kuvendit, ja ka barë dhe me thonë këtë kompetencë Komitetit Ekzekutiv. Dhe në njërën nga mbledhjet e ardhshme Komiteti Ekzekutiv, besoj që mirët me çështjen e juaj se është i autorizuar prej kuvendit. Po. Edhe unë shpresoj që... Po nëse jam falë dënimet e lojtarëve, edhe në rast se hipotetikisht falet të dënimi juaj, ai bie që ka gabuar federata në marrjen e vendimit, nëse nuk ka pas kur gjallë, dhe nga e që po thuni edhe një vjet pas asaj, gati një vjet çfarë ka ndodhur, nuk ka një akuzë. Edhe presidenti i shtetit kur t'i fal ata që kanë bërë vrasje, ata nuk thotë që s'ka vra. Po ideja di. Falje dhe ban presidenti jo nëse çtu ka drejt, çtu jam drejt se është për keqardhje, një analizë që thotë jam jurist edhe kesh me ironi. A fal presidenti kriminalin? A fal presidenti njerin që ka vrarë njeri? A ka fal presidenti amerikan? A ka vrarë? Po, te e fali, alo pa e ditë nga që ka ndodhë. Që të morëm... Jo, veç pak, ti soje, a do të thotë që nuk e konë fajtor. Unë e po thamë, do të thotë që nuk u konë fajtor, edhe që komisioni nuk e ka shpallë fajtor me drejt, se aj, adim se kesh, se unë i di senet pa mirë saj, që to e ka aj, krejt. Edhe vish vazhdo kesh, se adim se atje del kesh, që te une, për mu për në qadush. Alban. Bujar, jetoni është dënu për komisionit, nuk u dënu për dikujna tjetër. Alban, jo, tash më se... Komision, atë ka dënu komision. Po, komisioni ka Komisioni disiplinor është komisioni për kaq që dënën që merë vendimet. Që të e në sen elementari që të e në ato i thona, nëse komisioni ka morë vendim, me dënu... O bujara, po le vla me fol, apo ki qef mos po mlo me fol. Po le me vish ta kryu dhe mos po fol. Por e vesh të jena të të sharujna dhe në fund të të ne jam vendimin. Po, jetoni... Për çka jena të e bo qëtë problem? Jetoni është dënu prej komisionit. Po, prej komisionit disiplinor. Komisioni garave nis hetime. Po, kuvendi ka marrë iniciativë për me fol. Që ka po kuvendi? Komitetit ekzekutiv. Komiteti ekzekutiv mundet mja fol. Federat futbollit anë me mësiorit. Po në dhe vështë që pas po folim. Dokra, burës. A pe kupton? Jo, që janë dokra këto, dente. Dokra në të. Kuvendi ja ka bartë kompetencat bordit, ose komitetit ekzekutiv, cilit i prinë Agem Ademi. Dhe për këtë arsye ata mbledhen e ashme, ose kur dojnë, mujnë me marrë vendim, me bo 3 vjet, 2 vjet, duke marrë mendime. Shpo e sheti këto, qysh po e sheti? Një komision, merë vendim, për ta denu një klub, për ta denu... Prit se kryta. Nuk e kryte, se s'po du me t'la me kry prit e pytjen për cilëse.